Pini një gotë nga kjo në ditë dhe i thoni lam të mirë tensionit të lartë. Ky është një ilaç fantastik i njohur gjithashtu si një eliksir antiplake si edhe për pastrimin e trupit nga mikrobe të ndryshme. Dy përbërësit, mjalti dhe uthullmolle janë shumë të favorshme. Ato janë të pasur dhe me kalium i cili rregullon nivelin e sodiumit në gjak dhe normalizon presionin e gjakut. Për më tepër, ata përmbajnë magnezi i cili zvogëlon presionin e gjakut. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1.5 lugë uthullmolle, 1.5 lugë mjalt dhe një gotë me ujë të ngrohtë. Metoda e përgatitjes: vendoseni të gjithë përbërësit në ujë të ngrohtë, por jo shumë të nxehtë. Prisni derisa mjalti të shpërbëhet plotësisht dhe pastaj pijeni atë ngadalë. Në fillim mund ta ndjeni shijen e saj të çuditshme, por do të mësoni me kohën. Pini një gotë ose dy nga kjo pije në ditë.